Shqiptarët vijojnë të mbajnë një pjesë të konsiderueshme të kursimeve të tyre në para fizike, por ekspertët nënvizojnë se mbajtja e parave jashtë sistemit bankar nuk është një zgjidhje e qëndrueshme. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë në muajin gusht, sasia e parave që qarkullon jashtë bankave është rritur me 4.8 miliard euro, rreth 600 milion euro më shumë se një vit më parë, niveli më i lartë i regjistruar në vitet e fundit. Edhe pse shumë qytetarë zgjedhin keshin për shkak të komisioneve, taksave apo edhe me traditën e vjetër të mbajtjes së parave në banesa, ekspertët theksojnë se bankat mbeten vendi më i sigurt për kursimet, duke ofruar garanci ligjore, transparencë dhe mundësi investimi. Në kushtet kur ekonomia po përballet me informalitet dhe pasiguri, përdorimi i shërbimeve bankare ndihmon në rritjen e sigurisë financiare dhe në uljen e rrezikut të humbjes së parave. Aktualisht në ekonominë shqiptare qarkullojnë rreth 1.9 trilion lek, nga të cilat 24.4% janë para fizike, gati 3 herë më shumë se mesatari e Bashkimit Evropian. Banka e Shqipërisë dhe institucionet financiare po nxisin gjithnjë më shumë përdorimin e pagesave elektronike dhe rritjen e besimit në sistemin bankar, si rrugë drejt një ekonomie më të formalizuar, më të sigurt dhe më moderne. Ku i fshehin parat shqiptarët, me që krahasimi nga gushti i vitit kaluar me gushtin e vitit kaluar duket se shkon në 600 milion euro. Oltjon Rumbullaku, ekspert i ekonomisë, është me mua. Mirë se vjen në Koreale. Mirë brëma. Ku i fshehin parat shqiptarët, Olti? Kemi do të një përgjigje për këtë, se në bank me sa duket nuk janë. Po, edhe në bank patjetër që ka një nivel të konsiderueshëm, po normalisht siç tregojnë shifrat, pra përveç nivelit konsiderueshëm që ka në bank, ka edhe një nivel po ashtu të konsiderueshëm edhe jashtë bankave. Sa më shumë para të jenë në sistemin bankar, aq më mirë është. Ne në Shqipëri... Se është më mirë, se ka dhe nga ata që thonë duhet dhe keshi. Po është më mirë sepse edhe bankat i përdorin ato para për të kthyer në ekonomi, pavarësisht se në Shqipëri nuk arrin dot të kthejnë të gjitha ato para në ekonomi. Për kthejnë diçka rreth pak më shumë se gjysma. Kosova ka problemin tjetër, që bankat s'kan më para, sepse pothuajse të gjithë parat e kthejnë ekonominë për kredi, në gjëra të tjera. Tek ne është një situatë disi ndryshe, jo të gjitha parat shkojnë në banka dhe bankat vetë jo të gjitha parat ja kthejnë ekonomisë. Ka një mosbesim nga të dyja palët. Ka një mosbesim edhe të qytetarit ndaj bankës, vazhdon ende? Edhe qytetarit ndaj bankës, edhe bankat ndaj qytetarëve. Patjetër. Po pse banka ndaj qytetarit? Çfarë nuk i beson banka qytetarit? Për mua është një lloj, po fus pak tu dhe media bën një lloj ndikimi pak negativ, sepse i barazon gjitha rastet, ose nuk i trajton në mënyrë të dallueshme rastet. Pra bankat nga institucionet e mikrokreditit, institucionet e mikrokreditit nga skema tjera që mund të qarkullojnë, kemi rastin e fundit të divjakës dhe të lushnjës, që gjitha këto shtojnë pasiguri, sepse një njeri i cili ka informacion shumë të pakët, pothuajse të gjitha i quhen njësoj. Pra, në momentin që ai futet dhe një skemë piramidale, ama përdor pjesërisht për depozitim dhe bankën, i duket i bën ato lidhjet e shkurtra, sigur gjitha këto kanë një shkallë të rëndësishme. Tani këtu, me thënë vërtetën se ka fajin media që një shqiptar mendojnë që paraja mund të të vi falas. Po të marrë një shembull. Pastaj pse do punoje ti dhe unë. Po të marrë një shembull nga që më ndodhi në Mar kur isha këtë vit, tek ajo shtëpia ku po rria, në themi hotel, shtëpi mes Airbnb. Mes aty dyjave, pronari punonte, normalisht jetonte pjesë madhe në Korfuz, sa po kishte marrë një kredi në Korfuz, dhe momentin kur i thashëm, po pse more kredi këtu për ta zgjeru këtë. Jo, tha, kam pa televizor, tha, ka shumë probleme, tha, me marrë kredi në Shqipëri, ta merë banka, domethënë për shtypja, pra kredia është e njëjtë. Shtypja e parë është mosbesim tek banka. Kredia është kredi identike, si Greqi edhe në Shqipëri. Po edhe bankat mund të jenë identike, pavarësisht se në të rast nuk janë, se nuk është se kemi më aq shumë banka greke. Pra, po thuajse është e njëjta gjë, pra ishte koncepti kredi ndryshëm, pra në Shqipëri banka ta merr. Çat merr banka? Ti nëse do paguash në Greqi
do jesh korrekt, do marrësh të ardhurat, pra i merr të ardhurat këtu, nuk merr të kredi këtu, po merr të kredi atje, merr të ardhurat këtu, pagun të kredin atje. Pra pak a shumë po bënte një cikël të plot kredie, por po investon në ndërsa këtu ishte me preke këtë si pikë. Pra në këtë rast ishte shembull i medias, pra domethënë informacioni që filtrohej te një qytetar i thjeshtë që shifte vetëm disa programe më shumë alarmi. Për shumë se sa alarmi, sheri se sa. Gjithsesi për te kësaj. Ka banka në Shqipëri e mbështet emigrantin shqiptar që do të investojë këtu? A kemi në mënyrë mbështetje apo duhet të bëjnë cirk? Po patjetër që ka. Ai kishte të ardhurat këtu. Nuk kurse nuk i kishte të ardhurat këtu. Po pra të ardhurat e asaj ndërtesë. Po për dikë që nuk i ka të ardhurat këtu edhe është jeton jashtë dhe do që... Patjetër që bëhen, janë raste pastaj më të komplikuara, sepse banka kërkon verifikimin e të ardhurat, po një person për shumë që ka një vilë 3 kaçe me 10 dhoma apo 12 dhoma, është shumë kollaj për të kredituar nga banka. Këtu, Greqi, kudo. Ndërsa, patjetër pastaj, nëse ke aktivitetin atje dhe do të marrësh kredi këtu, është ndërlikohet situata, me thënë drejtë. Por, po flasim për një shkallë të madhe mosbesimit, sa më larg të jemi nga Tirana, aq më larg e shohim veten qytetarët edhe nga këto institucionet, jo vetëm për të lënë lekët, po sidomos për të marrë. Në momenti që ti ke frikë të marrësh, patjetër ke një lloj pasigurie dhe ti lësh parat. Po kur komenton kredin edhe komenton për të marrit të parave në bankë, se sa t'ja marrë shokut, komshiut, kushuririt e tjerë edhe të përfundosh edhe në një vetë gjyqësi nesër pas nesër. Pse e lidh këtë me 600 milion euro të cilat janë jashtë bankave? Apo është... Jo, 6 milion janë shtuar. Janë shtuar, pra që janë shtuar jashtë bankave. Ato janë të ardhurat që janë shtuar në Shqipëri gjatë këtij viti, ato mund të jenë shtuar 1 miliard, 400 ndoshta janë shtuar në banka, sepse nuk e kemi atë shifrën tjetër, ndoshta 600 nuk kanë shkuar ende në bankë. Kjo është pak a shumë. Tjetër, ka shumë arsye, mund të jenë të ardhura edhe të padeklaruara, edhe nga turizmi, dhe nga, le të themi, ajo pjesa tjetër e errët e aktiviteteve, kështu që gjitha mund të... Pjesa e errët e aktiviteteve? Po. Pra, pjesa e errët e aktiviteteve, parat që vinë nga trafiqet, nga elementet tjerë, cilat mund mos mund deklarohen dhe mbeten jashtë banka. Po flasim, derisa janë logaritje... Na tregon kështim që ka më shumë që mund të jetë shtuar edhe rastet e pjesës së errët, pra errësia e... Tani, shifrat janë të pakta në këtë rast, po le të themi mundësit... Pak, duken për ju që jeni ekspert, po 600 milion euro një shqiptar që në ndjek tani nga ekrani, thot 600 milion euro. Nuk kemi shifrat tjera alternative që t'i krahasojmë, po them, domethënë për bankat e për këto. Por, le të themi, ato vlerësimet, besoj janë vlerësime të Instatit, të Bankës Shqipërisë, vlerësimet janë të tilla që normalisht kjo shtesë e parave, nëse në vitet e tjera mund të ketë shkuar diçka më shumë në banka, ndoshta këtë vit ka një lloj stepi, nuk duhet ta shohim si diçka që mund ta kenë dhe fajin banka. Janë shumë rrethana, shpesh janë dhe lokalistë rrethana. Pas raste për shembull fjalë edhe të çuditshme që mund të jenë përhapur në përmet apo gjirokasër kanë shkaktuar një mini panik që në Tiranë nuk është marrë vesh fare. E kuptoj. Pra, është krijuar aty një situatë që jo s'ka lek banka. Po normal që banka e vogël në përmet nuk ka lek për nëse shkojnë 300 veta. Në rastin e mikrokreditit. Ato kanë ato të voglat, ato shumat e vogla që mbajnë për një çarkullim ditor, pra nuk mund të përballojnë çdo lloj rreshtimi njerëzish në bankë. Ato kanë një shumë modeste parash për një qarkullim të zakonshëm. Nëse do kërkojnë më shumë, patjetër duhet plotësohen nga banka nga Tirana, si më thënë. Kështu që në këto raste, këto mini situata të vogla rajonale që shpesh nuk na i ka pas radarin në Tiranë, siç kishte ndodhur në Divjak, patjetër në shumë zona të vogla shkaktojnë këtë distancë të madhe midis qytetarëve dhe bankave. Kjo është edhe një efekt kulturor që e kemi ne mungesën e këtij besimit tek institucionet financiare, pse? Patjetër.
prej viteve, sepse për shumë ti përmendë rastin e piramidës online. Shqiptarët e kanë eksperiencën e një firme piramidale, pse duhet ta përsërisin një piramidë online? To janë, thash, to janë... Më jep dot një mendim nga këndvështrimi yt. Çfarë bën njerëzit besojnë që kjo para vjen kaq lehtë? Janë tani mungesa informacioni, mungesa e asaj që quhet edukimi financiar në Shqipëri, në thënë drejtë. Unë kam parë dhe në libra, edhe kur isha Ministri i Arsimit. Janë nëpër libra këto, si kapitull, po zakonisht mësuesit e shmangin. Bën sikur nuk është. Sepse shohin që jo po to nuk janë të vështira, jo po lexojnë vetë, dhe janë gjëra që nuk ti shtojnë kurrikula, por nuk futen në klasë. Nuk janë pjesë e diskutimit mësuesit me nxënësin, me që vetë nxënësi ta kuptojë, është banka, është kredia, është interesi, pra ti e merr për ta pagu, edhe për të marrë një shtëpi apo për të marrë një gjë tjetër që merr kredin, dhe janë pjesë normale e edukatës financiare. Te ne i kemi në kurrikula, nuk janë në realitetin e klasës dhe nxënës. Pra nuk janë mësohen ato mësuesit e matematikës apo flasin apo në një lëndë tjetër, mësohen me ato strukturën bërtham të njohurive, do i mësoj vetëm gjërat matematike, jo, nuk do futem në këto ujërat e tjera, po këto ujërat e tjera në fakt janë jeta praktike. Janë jeta që një nxënës 15 vjeçar, 16 vjeçar duhet i mësoj dhe prindëve vet. Nëse ai arrin ta kuptojë në pjesën e klasës dhe mësoj dhe prindërit. Kam një pyetje, po ata që e kuptojnë, edhe zgjedhin prapë të mos e bëjnë, cila është arsyeja? Se ka dhe nga ata që e kuptojnë. Po jo, thash, pjesa më e madhe janë nëpër banka. Ajo që te ne... Jo, flas që e mbajnë paranë jashtë, pa çka se e kuptojnë. Për shembull, ka njerëz të cilët thonë që, ose ata të cilët janë jashtë, thonë, nuk është vetëm çështja e mosbesimit te institucioni, janë dhe normat e interesit. A ka Shqipëria normat e interesit më të larta në... Jo, në këtë moment nuk ka norma interesi. Le të themi janë shumë minimale, normat e interesit. Minimale, krahasuar me vendet e Europës. Jo krahasuar me vendet e Europës, le të themi krahasuar me më parë. Sepse në Europë njerëzit kanë pas në Europë kanë shumë më tepër alternativa investimi, kanë shumë më tepër informacion. Pra know-how, kanë alternativa investimi në fond, ka dhe të ne fonde investimi, në falë edhe në lek, por për shkak të këtyre uljes së normave, dhe ato janë bërë disi më pak atraktive në të moment, sepse nuk arrin ta me 1, 2 apo 3% nuk arrin ta tërheqin, më parë shkojnë 5, 6, 7, arrinin deri në vete, kishe një lloj mundësie për tërheqëtar, por tani kur normat ulen për shkak se ulen normat e borxheve të tjera, ato e kanë pak të vështirë, kanë në fonde tyre plot, fonde, por kanë të vështirë të arrin që njerëzit në Shqipëri të arrin të përfitojnë norma interesin të rast. Pra, kryesisht janë për t'i lënë lekët aty për të përfituar pak, po jo për të përfituar interes si që moti, le të themi, 5, 6, 7. Në këtë moment nuk është ajo situatë. Pra, ose do të lësh aty për t'i ruajtur, mos themi pastaj vende të tjera, Zvicër e tjera që banka të merr, pra është minus interes. Të merr lekë që t'i ruaj, e quan sikur unë po t'i ruaj. Ne po shkuam deri tek Zvicra. Po jo, në Zvicër dhe ai që shkon nga Amerika thotë që është e shtrenjtë. Ka pas situata që... flasim në dy situatat kundërta paralele. Negativ, po them që ka pas interes negativ. Pra ti banka të merr të lekë. Sa është në Europë sot interesi në një vend bashkimit evropian? Në fakt edhe bank tani interesi thash. Për një pronë, për të blerë një pronë për shumë. Sa e ka sot një vend bashkimit evropian? Ne jemi në kushtet ngjashme, mund të jenë çik më pak. Pra, sa më pak? Flas për kredin të rast. Kredi për kredin, po. Në Shqipëri besoj luhatemi nga 3.5 në 6 dhe 6.5. Në Europë unë kam përshtypjen që pjesa e ulët mund tjetë relativisht njësoj, po pjesa e lartë është pak më ulët. Sa? Mund tjetë luhatja në 3/5. Në qoftë se të ne është 3/7, atje është 3/5. Mirë, falenderoj shumë. Faleminderit ju. Që të pata në bisedë. E mbyll programin për ditën e sotme, takohemi përsëri nesër. Ishte vetëm e entja për të mbyllur sot në këto biseda të aktualitetit.